Diskutimi i ndryshimit ligjor për mbrojtjen e tokës bujqësore është shoqëruar me debate të forta në Komisionin e Ligjeve ku përplasjet u shfaqën edhe brenda radhëve të mazhorancës. Projektligji i propozuar nga qeveria, sipas ministrit të bujqësisë, të krijon mundësi për përdorimin e teknologjive të reja në sektorin bujqësor, me qëllim rritjen e prodhimit dhe uljen e kostove për fermerët. Zëvendës ministri i bujqësisë argumentoi para deputetëve se ndryshimet nuk cënojnë mbrojtjen e tokës bujqësore dhe nuk parashikojnë ndryshime të destinacionit të saj. Ka të bëjë ekskluzivisht me integrimin e këtyre teknikave të reja të prodhimit bujqësor, të cilat në fund fare janë prodhim bujqësor, si edhe me elementin e rregullimit të një problematike që del në përdorimin e tokës bujqësore në kushtet e një ferme të përzier midis asaj të prodhimit bujqësor dhe të grumbullimit të energjisë, për të patur gjithashtu edhe në periudhën në të cilën ferma nuk arrin që të grumbulloj ose të akumuloj energji, të ketë një aktivitet ose të ketë një regjim energjetik të vazhduar. Por një nga pikat më të debatuara të projektligjit ishte parashikimi për instalimin e impianteve fotovoltaike dhe eolike në sipërfaqe të tokës bujqësore. Kjo dispozitë ngriti shqetësime si nga deputetët e opozitës Oer Bylykbashi dhe Gent Strazimiri, ashtu edhe nga deputeti socialist Damian Gjiknuri. Jo janë injektime, mund të jetë beton apo mund të jetë një kolon betoni apo mund të jetë çelik apo diçka e tillë, por do injektohet. Nuk është menduar të hapet grop, të shqetësohet toka, të derdhet dhe të krijojë një strukturë të përhershme. Gjiknuri shpreh rezerva për ndikimin që mund të kenë këto ndërhyrje mbi tokën bujqësore, duke e pozicionuar në të njëjtën linjë me kundërshtimet e ngritura nga përfaqësuesit e opozitës. Kull për wind farm dhe sot minimumi i prodhimit të një tauri është 6 mega, do të thotë është 100 metra i lartë dhe nuk ka shans mos kesh i bazament mat betoni aty të strukturë metalike, se s'prodhohet më, nuk ka më mundësi pos 5-6 mega, nuk ka më prodhim. Do të thotë që bëhet fjalë për kulla masive të eolikëve. Ky qëndrim sot dhe reagimin e kryetarit socialist të Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja. Debati mes tyre u shoqërua me tone të larta, ndërsa situata përfundoi me largimin e Damian Gjiknurit nga mbledhja. Turp ju vi kush e voton? Turp po shumë mirë. Na e le turpin ne, e gjetët lepurin fer ju të tre sot në rregull. Tani kush është dakord të tërsi me projekt-ligjin? Jo, riga abstenimit. Po le të jap shpjegimin. Se u keq kuptohet edhe tjerë. 2 kundër, 1 abstenim me 3, 6, 7 me 7 vota pro. Miratohet projektligji. Kalojmë tek ky projektligj ti kaloj. Do ma japësh fjalën ti i fare. Vetëm i fare. Meru me oert. Projektligji pritet të vijojë diskutimi në komisione, ndërsa përplasjet e krijuara rreth përdorimit të tokës bujqësore për projekte energjetike kanë hapur një debat më të gjerë mbi balancimin mes zhvillimit teknologjik dhe ruajtjes së sipërfaqeve bujqësore të mbjella.